Një incident u raportua mbrëmjen e së shtunës në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit, që solli devijimin e disa fluturimeve për një periudhë të shkurtër kohore. Sipas informacioneve të siguruara nga redaksia Jeta Shqef, bëhet fjalë për një rast të dyshuar për përplasje të një avioni me një tuf zojsh. Burime për jo është Albania. Bëjnë me dije se një avion që ishte nisur nga Tirana drejt Londrës, rreth 15 minuta pas ngritjes, ka pusuar një goditje e cila dyshohet se mund të ketë ardhur nga përplasja me zojsht. Incidenti ka ndodhur pranë kufirit shqiptaro-malazez. Bazuar në protokollet e sigurisë së kompanisë ajrore, piloti ka vendosur të kthehet në pikën më të afërt për kontroll teknik, që në këtë rast ishte sërish aeroporti i Tiranës. Për të garantuar sigurinë e pasagjerëve, këtij fluturimi është dhënë prioritet për ulje, ndërsa fluturimet e tjera janë vendosur në pritje për më pak se 30 minuta. Si rrjedhoi disa avion që kishin destinacion Rinasin, janë devijuar përkohësisht në aeroporte të afërta si Brindisi dhe Shkupi, ndërkohë pasagjerët e fluturimit të kryer duhet të akomodohen në hotele dhe udhëtimi i tyre drejt Londrës pritet të realizohet gjatë ditës së nesërme në orën 19. Përplasja e avionëve me zojsht të njohur si bird strikes ndodhin kur zojsht godasin pjesën ndryshme të avionit, më shpesh motorët apo xhamin e kabinës. Edhe pse shumica e rasteve nuk janë të rrezikshme, ato konsiderohen një kërcënim serioz për sigurinë ajrore dhe trajtohen me përparësi maksimale nga kompanitë ajrore dhe autoritetet. Një nga rastet më të njohura ndodhi në vitin 2009 në SBA, ku një avion i kompanisë US Airways u përplas me një tuf rrosash menjëherë pas ngritjes nga aeroporti LaGuardia në New York. Të dy motorët u fikën dhe piloti Chesley Suley realizoi një ulje të jashtëzakonshme emergjente mbi lumin Hudson, duke shpëtuar 155 pasagjerë në bord. Rasti u bë i njohur në mbar botën dhe u konsiderua një mrekulli ajrore. Për këtë arsye, çdo dyshim për përplasje me zojsh, sidomos në zonën e motorëve, detyron pilotët të ndjekin protokollet e sigurisë dhe të ulin menjëherë avionin për inspektim teknik, siç ndodhi edhe në rastin e abortuar në Rinas.